Përshëndetje, unë jam Wendy dhe ky është kanali im në YouTube. Sot do të kemi një vlog tepër shumë të bukur dhe special, kështu që ju ftoj që ta ndiqni. Dje kam qenë gjatë gjithë kohës shumë e mërzitur, sepse ngordi kuaku. Nuk e di se si ndodhi, nuk e morëm vesh fare, por që ngrihem në mëngjes, normalisht, në orën 7 të mëngjesit, bëj gati Selenën për kopësh, dhe e dërgon burri si gjithmonë Selenën te kopshti. Dhe gjithçka në rregull, dal kur ikin Selena me burri, e shikoj kuaku, normalisht, fluturonte, këndonte, ishte shumë okej. Pas 1-2 orësh, pasi dal përsëri tek vendi ku ndodhej kuaku, e shikoj nuk ishte. Të paktën, domethënë nuk e shikoja që po fluturonte. Dhe në moment nuk shikoj poshtë tek dyshemeja e kafazit. Dhe në moment mendoj që mund të jetë hapur kafazi, nuk e di se si, por që do ketë dalë nga kafazi, edhe ku nuk më shkonte mendja, thash se mos kishte dalë edhe kishte ngrënë mini. Po jo, pasi afrohej më shumë tek kafazi, e shikoj kuakun të shtrirë tek dyshemeja e kafazit. Ishte i shtrirë i shkreti, por mua më dhimbsen shumë. Më dhimbsen jashtëmase shumë kafshët, shpendët, çdo gjallëz, edhe më erdhi realisht shumë keq dhe nuk dua që të më ngordi një kafsh në shtëpi. Kafsh apo shpend, çfarë do lloj qoftë. Nuk dal më për gjatë gjithë kohës, derisa vjen burri që e merr për ta hequr, dhe realisht më erdhi shumë keq. Ujë kishte, ushqim kishte, sepse ne kujdeseshim gjithmonë që t'ja linim plot ushqimin edhe ujin, por nuk e di çfarë ka ndodhur që ai ngordi. Nuk e di. Të ngordi krejt papritur. Dhe më shumë erdhi keq për Selenën, se erdhi nga kopshti dhe e kërkonte. Ku është kuaku mami, e shikonte atë kafazin bosh dhe i kemi thënë që kuaku ka dalë xhiro me shokët edhe do vi prap. Kështu kemi mundur që të gënjejmë Selena, por që burri do tani thot do t'i marrë tjetër, do sjell tjetrin te kafazi për Selenën, por që unë nuk kam shumë shef që të marrim përsëri, duke qenë se i pari ngordi dhe nuk kam shef që të marrim përsëri kanarin. Nuk është se kam shumë qef, kam shumë frikë se mos përsëri të ngordi i dyti, edhe nuk është se dim se si të kujdesemi, unë të paktën nuk kam pasur kur kanarina. Kam pasur vetëm qenë edhe mace, por që nuk e di. Unë nuk e kam i qef që ma sjellin ta mbaj këtu te shtëpia. Dhe nuk e di si ka ndodhur që ngordi ashtu papritur kuaku, nuk di t'i jap një shpjegim. Dje kemi qenë duke i qarë si unë si burri për kanarinën, edhe nuk kam qenë në atë mundin tim dje, kam qenë vetëm e mërzitur, se unë i përjetoj shumë keq. I përjetoj shumë keq këto ngjarjet, edhe nuk e di domethënë, nuk e di sepse ngordi. Tani shumë më thonë që zogjt, kanarinat nuk duhet të rinë kur vetëm, t'jenë vetëm në kafaz, duhet të kesh 2, pra të jenë 2, të kenë dhe një shok, se prandaj ngordin. Por nuk e di sa e vërtet është. Mirëmëngjesi, sot
Jemi nisur për në Milano për të bërë pasaportën e Ajanës. Ja ku është Selena, po Selena nuk do ta marrim, do ta çojmë tek gjyshja. Ajana! Këtu është Ajana. Është ora diku te 5:30, në orën 5 me zgjuar, ja sa më bëm gati. Unë kam shti flokët, por që bëra një gabim brëm, i kapa, edhe më kanë dalë kështu. Po, s'ka që shumë bukur janë kështu. Do t'ju marrë gjatë ditës sot, por t'ju tregoj pak se çfarë më ndodhi dje, çfarë më bëri Selena dje. Më duhej karta e identitetit që t'ja dërgoja kompanisë Snap për të marrë rrogën. Ishte rroga e parë që unë do të merrja. Hap portofolin unë për të nxjerrë kartën e identitetit, i bëj foto që t'ja dërgoj dhe shikoj unë kisha vetëm disa karta në portofol. Se unë aty mbaj të gjitha dhe portofolin e vendos tek çanta. Çdo kartë mbaj tek portofoli, portofolin e fus te çanta edhe nuk i nxjerr fare as edhe në shtëpi. Dhe shikoj unë kisha vetëm 2 kartat e bankës, kisha kartën e shëndetit, tesera sanitar. Pra, kisha vetëm teserën sanitar të Ajanës, kisha 2 kartat e bankës dhe kisha patentën. Edhe permesën time, permesën di Sengjorno, dhe nuk kisha as edhe një kartë tjetër në portofol. Por ato duheshin se s'bën sot, se do shkoj në Milano për të bërë pasaportën e Ajanës. Edhe kërkona për shpiu nuk i kisha, nuk i gjeja fare. U stresova shumë, u mërzita shumë, se po të mos i gjeja, duhej kohë që unë t'i nxirja ato karta, dhe është shumë e vështirë për të lënë takim në Milano. Më ikte edhe takimi, më ikte edhe pushimet, sepse në korrik unë do të shkoj në Shqipëri për ditëlindjen e Ajanës, i kam organizuar të gjitha, në çdo gjë, madje edhe fustanet dhe do të shkonin në Shqipëri. Dhe më prishej çdo plan, çdo gjë. I lë, se kur i kërkon shumë nuk i gjen gjërat. E lë njerë, qetësohem dhe mendohem. Mendohem, sepse pa tjetër i kishte marrë Selena. Kush tjetër mund më kishte marrë mua. Dhe mendohem se ku mund t'i kishte lënë. Por nuk i gjej fare, nuk i gjej në asnjë vend. Në përlodra kontrolloj, në çdo lloj, madje e ktheva shtëpinë përmbys, edhe pse sapo i kisha bërë punët me themel. Dhe pastaj humb shpresa dhe them, okay, do vi Selena, do pyes Selenën. Shpresa ime kjo ishte që Selena të mbante mend se ku ishin. Duke kaluar të dhome Selenës, thash të shikoj një tek ajo tavolina që është e fëmijëve që lozin, dhe ajo ka një vrim në mes, ka dhe kapakun. Selena! Edhe thash të shikoj njëra aty, kur vete unë i gjej aty të gjitha kartat. U çlirova, qava, nxora të mërzitjen time, dhe kur vjen Selena nga kopshti, e pyes. Selena, ku i ke lënë kartat e mamit? Nuk mbante mend asgjë Selena. Nëse kishte iden fare për çfarë po flisja. Por që gjithsesi shqyr Zotit që i gjeta, dhe shqyr Zotit që më dërgoi për të bërë kërkesën për të marrë rrogën e Snap, sepse të mos e kisha nxjerr dje portofolin, të mos e kisha kontrolluar, unë sot do i kisha shkuar në Milano pa karta. Është e vdekur që unë sot do kisha shkuar në Milano pa karta. Se ka që e tregova, sepse këto tani po fillojnë të zihen të dyja, dhe do t'ju marrë me vete gjatë ditës së sotme. Kemi ndaluar tani në një autogrill, mua më ljumë të pikova me cappuccino. Po, hajt më.
veshje nga këto bluzë, edhe këto bluzë në ngjyrë beige, edhe një palë do t'ja unë të rëgoj tani pantallona beige edhe atletet gues. Ja, pantallona edhe atletet. Këtu të makina të shti. Iku Danielit në marrë në një gjë për të ngrënë. Për të ngrënë. Unë hangra, po mora hangra për para se të niseshi, mora një past, brioche dhe një cappuccino për të marrë në një gjë kështu të shty më rrugën dhe i patetina një gjë. Jam me zemër që po fle. Nuk po më pi uzjora. Nuk po më pi qumshin. Më piu... Do të thënë, nuk e mbaroj të gjitha, më la pak, sepse më duket se është duke lënë qumshin, nuk po i pëlqen më. Por që të mëngjes, rrugëve nuk kam që t'i jam. Piu pak, piu. Nga 210 ka lënë diku tek nga 210 ka lënë diku tek 100 ml. Edhe nuk po pi më. Nuk po do më. Përsi ndonjëherë ne të vazhdojmë rrugën tjetër. Unë kam për tualet fare, sepse gjëja e fundi që më ndova para se të niseshim ishte tualeti. Edhe kam haruar, as nuk i kam marrë me vete. E se di. Kemi një super trafik rrugës. Burri tha, i thot telefonit që zjat rreth 48 minuta ky trafiku. Ndodhemi në Parma. Dhe tashti nuk e di se çfarë do bëjnë 48 minuta këtu brenda makinë. Ka ndodhur një aksident patjetër, besoj. Edhe një? Ndërkohë kemi marrë Pringles tashti. Burri u kujtua të marri Pringles, ose u kujtua të marri ujë. Se s'u kujtove të marrë ujë. Ha? Su shikon më minat, se s'u kujtove të marrë shuj. Ua s'ma varë fare. Oh! Kalova para unë, e larësoj një mbrapa. E ndërova pakajanën se ishte bërë qull. Tani po presim këtu. S'na hapet rruga. Shoferja më e re në qarkullim. Ajana Avxhi. I mbi timon. Më Jana. Unë pendova që si vesha fustan. Ajana, ku do ta çosh ama?
U bëme djerës e vogla mami, të ndroj mami, e rregulloj, që mos të se mullet. Shpirt! O dashuli! Daniel, ven lieto. Prendi l'uscita 3, poi entra in via Novara. Tashtin e kemi zbritur, do parkoj makinën këtu tek stadiumi San Siro, edhe do të marrim taksi sepse nuk na lejoj që të futemi me makinën tonë brenda në Milano, brenda qytetit nëse. Ja mbaruam punë, pasaportën e bëm. Po ju tregoj pak këtë dhomën e pritjes. Shqipëri Zotit mbaruam punë. Mbaruam punë dhe tani jemi ulur në një restorant, sepse kishte uri shumë se Ajana dhe më pas do shkojmë tek pjacat e Duomo. Unë kam marrë një hamburger me salmon, edhe Danieli ka marrë mish manzo, lope. Ushqimi mund të them që nuk ishte as i mirë as i keq. Nice, ne e hangëm sepse kishte shumuri. Dhe tani po presim ëmbëlsirë. Unë marrë një panna cotta, kurse Danieli një tiramisu, në fakt edhe unë doja tiramisu, po s'kishte, vetëm një kishte betur. Edhe pastaj do të shkojmë te Duomo. Zonja në fjalë këtu është sjell jashmase shumë mirë. Tani po sillet i keq, po bën shumë zhurëm. Por që deri tani është sjell shumë mirë. Shqisiri. Ja pranë mësirat, panna cotta dhe tiramisu për Danieli. Jemi të Duomo e solo me Diana. Ja babo. E solo me Diana të Duomo. Kalojmë tani nga para, tek pjesa para. Tash jemi këtu mbrapa Duomos. Shkojmë nga pjesa para. Ja babo.
Ciao Duomo! Iku dhe Duomo për këtë herë. Wow. Te kjo pjesa këtu ne nuk kemi qenë. Me Selenën nuk kemi qenë fare. Sepse kur erdhëm me Selenën për tonin nuk e di sa më dëgjoni, por që ja Chanel Gucci I them burit të më blejnë një gjë në Louis Vuitton, Gucci, Chanel, Prada këtu, po nuk më blen asgjë. Pra shifin lartë. Atëre t'ju tregoj pak, sepse nuk ju kam treguar, t'ju bëj një përmbledhje se si kaluam në Milano. Atëre, ne në Milano shkuam për arsyen e Ajanës për t'i bërë pasaportën. Sepse në korrik, në datën 3 korrik, ne kemi nisur për të shkuar në Shqipëri. Nisemi, bëhemi gati, nisemi, Selenën e dërgojmë tek vjera ime për ta lënë atje në mënyrë që mos ta torturonim kot dhe bëm shumë mirë, do t'ju tregoj më pas sepse dhe bëm shumë mirë që nuk e morëm Selenën. Dërgojmë Selenën dhe nisemi për në Milano. Selenën e çojmë diku tek ora 6. Në orën 6 lojmë Selenën tek vjera dhe më pas nisemi për në Milano. Rruga shkoi shumë mirë deri në Parma. Në Parma filloi një trafik I tmerrshëm. Ishte bërë një aksident dhe rreth 1 orë e gjys ne kemi qëndruar në trafik dhe makina nuk ecste fare, rreth 1 orë e gjys. Aq shumë trafik ishte. Bëjmë si bëjmë, Ajana grinde, here merja në krah, here merte burri, e mbante I merte mendjen. Dhe okej, kalojmë dhe këtë pjesën e Parmës, shkojmë në Milano. Makina jon, ka që nuk është e U6-ës, dhe nuk mund të futet në qytet brenda në Milano. E parkoj makinën në afër stadiumit të San Siros dhe nisemi për të gjetur një taksi. Mund të merrnim edhe tren, por ne ishim në orën 2 mbyllej ambasada dhe ne duhet të ishim patjetër brenda përpara orës 2 në ambasadë. Dhe ne nuk ishim shumë kohë, ishte ora diku tek 12 që ne vajtëm tek stadiumi San Siros edhe duhet patjetër që të shkonim brenda orës 2, se ndryshe ne do ta humbisnim
pashaportën dhe rrezikonin që të mos e bënin pashaportën. Atëre menduam që ishte më mirë të merrim taksi se sa tren, sepse me tren nuk është se kemi udhëtuar ndonjëherë dhe sa ta kuptonim se si funksiononte, kishim frikë se do humnim pashaportën. Kështu nisemi për të kërkuar taksi, nuk e di se pse këtë herë ishte aq shumë e vështirë për të gjetur taksi. Sepse kur kemi vajtur me Selenën, gjithçka ishte shumë e thjeshtë. E kemi gjetur e kemi gjetur taksin direkt edhe kemi vajtur, nuk kemi vuajtur fare. Po këtë herë një orë një na ka humbur vetëm duke kërkuar taksi. Pyesim njerëzit, na thoshin merrni këtë numër në telefon që të vi taksia, merrnim numrat, nuk na dilte askush. Edhe I humbëm shpresa se do gjenim taksi në kohë. Po për fat të mirë, aty ku ndaluam në një dyqan për të pyetur, edhe për fat të mirë më kaloi një taksi përpara dhe shkoj për ta pyetur taksi, sepse ai nuk mund të na merrte nga që e kishim marrë telefon klientat e tjerë dhe më tha që filan vend do gjesh taksit, është stacioni taksive. Shkoj atje tek stacioni taksive dhe taksin e parë që gjetëm ishte parkuar taksia, për që shoferi nuk ishte. Vjen një taksi tjetër, e pyet sa kemi vende, po tha jam I lirë, edhe më në fund e gjetëm taksin ton dhe shkojmë për të bërë. Edhe shkojmë tek ambasada, e kemi arritur për gjysmë ore. Pas gjysmë ore do të mbyllej. Mbarojmë punë shpejt e ambasada, sepse një urion që punonte atje na bëri gjithçka të mundur dhe takimin dhe çdo gjë na I organizoi ai. Unë praktikisht nuk mora me asgjë me portalin, edhe me portalin e Albanias është marrë vet ai djali. Pra, dhe ai thjesht më ka thënë datën se kur duhet të shkoja për të aplikuar për pasaport dhe kaq. Shkova, aplikuam dhe dolëm. Mbaruam punë brenda 5 minutash. Edhe radhë nuk ishte në ato orar dhe kështu që ishim shumë okej. Ajana ishte gjatë gjithë ditës, kishte pirë vetëm në mëngjes qumësh, edhe aty qumëshi nuk e kishte pirë të gjithin, dhe kishte lënë diku te 100 ml dhe nuk kishte ngrënë gjatë gjithë ditës. Ishte ora 2, filloi po grindej. Ne donim që të uleshim të konsumonim drekë dhe më pas të shkonim tek Duomo. Dhe unë nisëm për të kërkuar, do me thënë një restoran që mund të konsumonim drekën. Po Ajana filloi duke qarë shumë, kishte shumë ori, dhe u futëm tek restoranti parë që gjetëm dhe më ju tregova dhe me pamje se çfarë porositëm, nuk është se më pëlqeu shumë, sepse ndoshta nuk kemi mësuar të konsumojmë si ata ushqime. Ata dukeshin sikur ishin japonez, më saktë ai restoranti, por që nese ishim të uritur dhe do hanim patjetër. Konsumojmë drekën, I japim Ajanës, I japim ushqimin e vet, sepse unë ja kisha marrë xha nga shtëpia, gati, ja kisha futur te termosi vet. E futa ushqimin një natë më para në termos, në mënyrë që ai termosi ta mbante ashtu siç unë e kisha futur, dhe të mos e ndryshonte temperaturën e vet. Okej, mbaruam punë aty. Mbaruam drekën dhe nisemi për te Duomo. Bëjmë fotot, video që ju I keni parë. Dhe më pas vjen ora për të kthyer në shtëpi. Po bëja shaka me burrin se shikoja se shkuam tek dyqanet e Louis Vuittonit, Chanel, Gucci e tjerë, shkuam pra te ajo pjesa që unë nuk e kisha eksploruar me Selenën, nuk shkuam atëherë me Selenën, shkuam vetëm tek pjesa e Duomos, tek katedralja, dhe më pas nuk shkuam tek pjesa tjetër ku ishin dyqanet e Louis Vuittonit, Prada, Chanel, Gucci e tjerë, dhe ta dhesha me burrin I thoja më bli hajde më bli diçka këtu se një grua ke, duhet t'ja blesh grua diçka. Por që ashtu si isha atë ditu me stresin që nuk do arria dot të mbaroja punë,
nuk është se më hynin në punë, nuk është se më hynin në sy, as edhe një dyqan të them të drejtën. Më pas kthehemi, marrim përsëri taksin, shkojmë tek stadiumi San Siros, marrim makinën tonë dhe kthehemi për në shtëpi. Prap shikoj që prap kur kthehemi kishte ndodhur një aksident tjetër dhe kishte shumë trafik. Dhe arrim në shtëpi, pra arrim tek vjera ime diku tek ora 9 e darkës, marrim Selenën se ishim aq shumë të lodhur, marrim direkt Selenën dhe vim në shtëpi, ju gatuaj vajzave, konsumojmë darkën, edhe shtrihemi direkt për gjumë se ishim të vdekur. Kishim dalë nga shtëpia në orën 6 të mëngjesit dhe u kthyem në orën 10 të darkës. Kjo ishte edhe dita se si kaluam në Duomo. Shëndetje nga një ditë tjetër, tani ne kemi dalë për mëngjes, është ditë e djelë, ka të patu, edhe kemi dalë për mëngjes, në një qendër tregtare, ku duhet i bleja Selenës i ka qenë të bardha, sepse nesër kam shfaqje, pra koncertin e baletit, dhe gjithashtu duhet i blej edhe një balë kur pas Sangali të shkon, por ai është një qendër tregtare tjetër, dyqani Globos, dhe tani ulëm pak të varit, konsumojmë kolacionin dhe të ikim të marrim sandalet, dhe më pas në shkon. Do t'ju tregoj në shtëpi se çfarë kam marrë. T'ju tregoj çfarë morëm OVS-e dje. Pra këtë kostumin Selenës, që ta ketë për të veshur për në kopësht, për ditë. Ky ishte 4.95 euro. Së bashku me këto tutat, këto ishin 5.95, që do t'ja vesh për në kopësht nesër. Morëm nga OVS-ja 3 kanatiere për Ajanën, që kushtonin 10 euro, nga 12 deri në 18 muaj, janë të thjeshta, kjo ka këtë ren këtu, ylberi më falni, çfarë është ajo? Kjo është rozë e thjeshtë dhe kjo me lule. Këto i mora për Ajanën. Dhe 3 me kratë shkurtra, rozë, e bardhë dhe thjesht edhe rozë më e zënë. Këto kushtuan edhe këto 10 euro. Janë shumë të mira këto badit e OVS-ës, mua më pëlqen jashtë mase shumë. E morëm për Selenën se i duen për te koncerti që do bëj nesër të shfaqjen e baletit, mora 3 balë, se i duen këto të bardha, rozë të bardha dhe tip Leila. Dhe këto nga OVS-e. Mami, hajde. Selena edhe ca manikyra për vete që nuk e di nga i kalan tani. Dhe të gjitha këto kushtuan 39,89 centesimi. Pra gati 40 euro. Pra gati 40 euro vetëm këta. Vetëm e te Globo i bleva një palë sandale, se nuk ishte Selena nga që i është rritur shumë këmba. Këto dhe kushtonin 28 euro. E mora që t'i ketë. Se tani ka dhe ditë lindjen, ka shfaqjen edhe i duhen. Se nga që të tjerat janë rritur, i është rritur goxha këmba. Dhe përpara se të nisemi për në Shqipëri, do t'i blej një palë të tjera që të ketë 2 palë. Ju tregoj pak, me që po e bëj gati, ju tregoj pak uniformën e koncertit, që më falni, që do bëj Selena. Të futur këtu është ky fundi,
shumë i bukur, me hënë, me yje, shumë e xixa, është shumë i bukur. Këtë fundi ja qepi zysha dhe ne thjesht paguajtëm lekët. Është së bashku me këtë ripin dhe duhet të veshi poshtë këtë që do t'ja e kuros përpara se të nisemi, këtë bluzën edhe këto tip streqe të bardha. Do vendosi te koka që ku e lash, një sekund sa ta i gjejo goca. Ja, ta gjej edhe këtë vi pranë. Ja, do vendosi se i gjeta. Edhe këtë do ta vendosi tek koka. Selena. Është uniforma që do veshi nesër për në koncert. Së bashku dhe me këto çorape që ju tregova, do veshi këto të bardha dhe ky është uniforma. Tani të vës Ajana në gjumun edhe do të shihemi nesër. Bukur, dalit Sofi mami. Dashuria. Kemi ardhur këtu tani tek vendi ku do bëhet festa. Ku do jepet shfaqja, do me thënë, ja ku është Elena e veshur e përgati. Ja ku është edhe Ajana. Jemi bërë të treja gocat me të bardha. Vetëm bardha na ka dalë me zeza. Kundër. Dali valla. Me gjithë të bardha, doja të vishë qasë Selena, një kanatiera. E bardha edhe presim që të hymë brënda. Pra është teatri. Edhe presim që të filloj shfaqja. Lena është futur brenda, do futem dhe unë sepse ka provat e fundit për të bërë përpara shfaqjes dhe do futem edhe neve. Avash avash, do futemi dhe ne. Prindërit avash avash.
Shfaqja mbaroi, Selena Pambalati, po Nena doli babo nga shfaqja, para kohë, para se të mbaronte, sepse po qante shumë Ajana. Por që nuk po I shohim asgjë. Jemi në lëkut e bari edhe po I presim. Ja po e Selena, po presim babon edhe motrën të vinë në maj. Ndërkohë Selena mori me certifikatën, diplomën e dancas. Edhe tani nuk kam beti gjë tjetër përveç se të presim babën dhe të shkojmë të hamburger. Mama, Sele? papi. Mama. Dje kishim saxon e Selenës, pra shfaqjen e baletit të Selenës. Selena ishte një yll I vërtet. Veshja ishte fantastike, I shkonte aq shumë, kërceu në mënyrë perfekte, më pëlqeu jashtëmase shumë, sepse te koncerti I parë në dhjetor nuk është se kërceu shumë, nga që dhe emocionet bën të vetat, ishte shfaqja e parë, edhe por këtë herë më ka krenuar dhe më ka befasuar jashtëmase shumë. Edhe e rëndësishme është që ajo vetë u kënaq shumë. Që pak mori dhe diplomën e shfaqjes dhe jam me të vërtet shumë krenare. Unë mendoja se do qaja, por që unë me burrin, teksa kërcente Selena, jemi kënaqur edhe jemi shkrirë duke qeshur, sepse nuk e di, Selena është tip. Selena është shumë tip. Dhe unë ndjeva jashtëmase shumë krenare për të. Ashtu siç duhet të jetë çdo prind për fëmijën e vet. Dhe Selena do ta ketë mamin gjithmonë, gjithë jetën afër, duke duar trokitur dhe duke e mbështetur në të gjitha sukseset që ajo do të ketë. Unë po e mbyll këtë vlogu, sepse dua të hap një vlog tjetër të premten, ku ajo do të ketë festën e fund vitit në Kopësht, dhe do të shihemi në vlogun e radhës. Nëse juve ju ka pëlqyer ky vlog, ju lutem bëni një like, subscribe, share dhe koment. Dhe mos harroni të bëni dhe hype. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët, edhe bashkë do të shihemi në vlogun e ardhshëm. Bye!